Të digjesh, një ditë 4 flutura kishin parë një zjarr. U interesuan të dinin se çfarë ishte. Flutura e parë afrohej shumë afër zjarrit dhe pa ndriçimin e tij. Kthehet te shoqet dhe ju thot: "Është diçka që shëndrit." Flutura e dytë, duke mos I mjaftuar kjo, donte të dinte me tepër. Afrohet me afër dhe ndjen ngrohtësinë. Kthehet dhe ju tregon fluturave të tjera. Ju thot: "Përveç që shëndrit, ishte edhe I ngrohtë." Flutura e tretë, duke mos I mjaftuar kjo, afrohet dhe me afër, por një qast zjarri I përfshin krahët dhe ndjeu djegjen. U kthye me krah të djegur e tha: "Ai edhe të djeg." Flutura e fundit, me dëshirën të dinte edhe më shumë, afrohet edhe me afër. She ndriçimin, afrohet edhe me afër. Ndjen ngrohtësinë, afrohet edhe me afër. Zjarri I djeg krahët, afrohet edhe me afër. Zhduket tërësisht. Ndoshta ajo ishte e vetmja që kuptoi se ç'ishte zjarri, por nuk mundi të kthehej e t'ju thoshte, sepse ajo kishte humbur brenda zjarrit dhe këtë gjë e di vetëm ai që humbur brenda në të.